Përshëndetje miq, unë jam Isa Azire dhe mirë se vini në kanalin tim të YouTube-s KHB. Sot do bëj prezantimin e tastierës nga prodhuesi Razer, modelin Ornata Chroma. Shkëqe ma sjell tuna? Së pari do bëjmë hapjen e kësaj tastierës të fuqishme, cilën çdo gamer ka qef me pas në setupin e tij. Se është shumë e përshtatshme, po për specifika të ceki ma vonë, tash po bëjmë veç hapjen e paketimit edhe të këshyrim se çfarë ka brenda. Po bëjmë hapjen e paketimit. Bëna hapjen veç këshire. Çfarë dizajn të mirë ja ka bu për manualin e përdorimit. Një detaj shumë i mirë. O që pas ka dhe diçka? Po logot Razerit. Edhe manualin e përdorimit. Që kjo ka tastierën letër. Qa pas ka këtë diçka? Po Razer Synapse. Në rregull. Okej. Vendosi këtu në fustikjera të qështë që. Është lafë për vajko. E pro, kjo është tastiera. Kjo tastiera. Të bëjmë hapje njëherë. Mbrojtësia. Ta pa e kënjës në njëse. Çfarë paketimi të mirë pas ka. La një tastierën, ose. Kjo është. Në rregull. Qështë që? Po e but. Ska pak. Se del logo Razerit. Është të morë përgës? Okej, që të paketimit e ekum në e për rrugës. E pra miq, kjo është tastiera Razer, modeli Ornata. Po ashtu është me mekanizëm me kamembron ose për ndryshe është çip gjysmë mekanike. Po është e butë me prek, po neve që na intereson më shumë të t'i kqyrim drita se thanë që ka dhe RGB në mirë. Thanë po niva. Kjo është për shumë se përdurë është me material prej elkure, po ashtu ka e butë është përshtatshme për këta gamerat që luajnë shumë ose për ata që punojnë shumë zyre. Po ashtu përvëllëm edhe me testimin e ngjyrave. Masi tastiera është me aplikacionin Chroma ose me Razer Synapse. Mundesh mira cek çfarë dush kolora me ana mocat. Tash si qyem në bazë të kësaj video mundi mi po çfarë ka të ka.
E pra miq, faleminderit shumë që ndoqët videon time deri në fund. Sot po bëjmë përfundime me këtë tastier, modelin Ornata Chroma nga Razer. Dhe mos harroni të bëni like, subscribe dhe share. Pastaj lini komentin tuaj se çfarë produkti doni me po në unboxing-in e ardhshëm. Mirëmbëjtje.